Ju përshëndes të gjithëve, këto janë lajmet në Top Channel ku do të ndiqni samiti NATO-s në vitin 2027 do të mbahet në Tiranë. Lajmin e konfirmoi kryeministri Edi Rama, i cili tha se ishte vendim unanim i shteteve anëtare. Gjatë takimit në Hag, liderët e Aleancës Veriatlantike kanë dakord të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen deri në vitin 2035. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund t'i japin Ukrainës në të ardhmen sistemet e mbrojtjes Patriot dhe një faktor që ndikoi te Trump është edhe biseda surprizë me një gazetare ukrainase që i rrëfeu në konferencën për shtyp se bashkëshorti i saj ishte ushtar dhe i duhej mbrojtje kundër rusëve. Një shqiptar u ekzekutua në Itali në provincën e Salernos, ndërsa një tjetër u plagos rënd. Mediat lokale raportojnë se ata u qelluan nga pronari një vile që donin të grabisnin. Është arrestuar një 60 vjeçar italian që tentoi të fshet trupin e viktimës. Udhëheqësit e NATO-s u zotuan që të investojnë 5% të produktit të brendshëm bruto çdo vit për mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035. Trump e cilësoi një fitore historike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, u zyrtarizua se samiti NATO-s në vitin 2027 do të mbahet në Tiranë. Kryeministri Edi Rama njoftoi se vendimi ishte unanim. Kryeministri Edi Rama reagoi në rrjetet sociale pas përfundimit të samitit të NATO-s i zhvilluar në Hag. Në një postim të shoqëruar me fotografi nga momentet kryesore të takimit, Rama ka bërë të ditur se vendimi për organizimin e samitit të NATO-s në vitin 2027 në Tiranë është marrë në unanimitet të plot nga liderët e aleancës. Hag, samiti i NATO-s vendosi unanimisht organizimin e tij në Tiranë në vitin 2027, ka shkruar Rama. Shqipëria është pjesë e NATO-s që nga viti 2009 dhe kjo do të jetë hera e parë që vendi ynë mirëpret samitin e saj. Të mërkurën udhëheqësit e 32 vendeve anëtare ranë dakord në samitin e Hagës të rrisin në 5% shpenzimet për mbrojtjen për shkak të kërcënimit që vjen nga Rusia. Ata u zotuan se do të ndihmojnë njëri tjetrin në rast se ndonjë nga shtetet anëtare sulmohet. Të bashkuar përballë kërcënimeve dhe sfidave të thella të sigurisë, në veçanti për kërcënimin afatgjatë që paraqet Rusia për sigurinë euroatlantike dhe kërcënimit të vazhdueshëm të terrorizmit, aleatët angazhohen të investojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto çdo vit në kërkesat thelbësore të mbrojtjes, si dhe në shpenzimet që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035. Vendimi erdhi pas presionit nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili për herë të parë ishte i pranishëm në takimin e NATO-s dhe pas samitit tha se kjo ishte një fitore e shtetit të tij. Është fitore monumentale për SBA-n sepse ne ishim duke bartur më shumë barrën financiare, tha Trump për gazetarët pas samitit në Hag, ndërsa paralajmëroi Spanjën si vetmi vend që kundërshtoi rritjen e shpenzimeve. Është e tmerrshme ajo që ka bërë Spanja. Ata refuzojnë të paguajnë pjesën e tyre, ne do t'i bëjnë të paguajnë 2 fishin e marrëveshjes së tarifave. Pjesë e planit të Aleancës Euroatlantike është edhe Ukraina, që po përballet prej vitesh me agresionin rus. Aleatët riafirmojnë angazhimet e tyre të qëndrueshme sovrane për të ofruar mbështetjen për Ukrainën, siguria e secilës kontribuon në tonën dhe për këtë qëllim do të përfshihen kontributet të drejtë për drejta për mbrojtjen e Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ishte i pranishëm në samitin e NATO-s, ku zhvilloi edhe një takim me Donald Trump, me në fokus fundin e luftës. Mendoj se është një kohë e shkëlqyer për t'i dhënë fund luftës. Do të flas me Vladimir Putin dhe do ta shohim nëse mund ta zgjidhim këtë çështje. Samiti i NATO-s në Hag u cilësua historik edhe nga kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz, ndërsa të gjithë udhëheqësit ranë dakord të punojnë së bashku për të eliminuar barrierat tregtare të mbrojtjes midis aleatëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund t'i japin Ukrainës në të ardhmen sistemet e mbrojtjes Patriot dhe një faktor që ndikoi te Trumpi është edhe biseda surprize e tij me një gazetare ukrainase e cila i rrëfeu në konferencën për shtyp se bashkëshorti i saj ishte ushtar dhe i duhej mbrojtje kundër rusëve.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pas takimit me homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se po e konsideron mundësinë t'i dërgojë Ukrainës më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore Patriot për të mbrojtur nga sulmet e intensifikuara të Rusisë. Takimi është zhvilluar në samitin e NATO-s që është mbajtur në Hag. Të dy liderët kanë bërë të ditur se takimi afro 50 minutësh ishte hap pozitiv për t'i dhënë fund luftës që tashmë ka hyrë në vitin e saj të katërt. Gjatë konferencës për shtyp, presidenti amerikan ka thënë se armët e këtij lloji janë shumë të vështira për të marrë, por se do të shohim nëse mund t'i bëjmë disa prej tyre të disponueshme. Duke folur para medias, ai pati edhe një episod që u bë viral, pasi një gazetare ukrainase zhvilloi një bisedë emocionuese me presidentin e SBA-s. I'm from Ukraine. So my question to you A do t'i jepni Ukrainës sisteme mbrojtëse Patriot? Ishte pyetja e saj. Trump fillimisht e pyeti nga ishte dhe kur gazetarja i tha se ishte nga Ukraina dhe se burri i saj ishte ushtar ndërsa ajo jetonte në Oslo me fëmijët, atëherë presidenti amerikan deklaroi: My husband is there. Wow. And I can see you it's amazing. And me with the kids, I'm in Warsaw. We're going to see if we can make some available, They're very hard to get. Në rregull, më lejo të them se ne do të shohim nëse mund të vëmë disa sisteme në dispozicion. Janë shumë të vështira për të siguruar. Edhe ne kemi nevojë për to. Kemi furnizuar Izraelin dhe janë shumë efektive, 100% efektive. Ishte një pyetje shumë e mirë. Ju uroj shumë fat. Shoh që kjo gjë ju prek vërtet. Prandaj dërgojini një përshëndetje burrit tuaj. I can see it's very upsetting to you. So say hello to your husband, okay? Trump përsëriti se ka biseduar disa herë me presidentin rus Putin, por kjo ishte lufta më e vështirë për të zgjedhur në krahasim me luftrat e tjera. Rinumërimi i mbi 78% të kutive të qarkut të Tiranës nuk ndryshoi realitetin në kampin opozitar. Humbja e qindra votave bëri që Partia Demokratike të dështonte në përpjekjen e saj për të marrë mandatin e 14 në tavolinë. Edhe pse partisë Agron Shehajt ju zbritën disa dhjetra vota nga kasi, diferenca me Partinë Demokratike mbeti e thellë. Ndryshe nga partia, Ilir Ali Mehmeti shpresonte që në rinumërim të spostonte kolegen Jorida Tabaku, por në vend që të fitonte, doktori humbi 127 vota rrugës, duke shuar shpresat e tij për të hyrë në kuvend, edhe pse zonjës Tabaku ju zbritën 84 vota, por ndërsa kanë mbetur më pak se 260 kuti për të rinumëruar, gara e vetme që vijon është në radhët e EPS-s mes Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjylametit, pasi diferenca e tyre u ngushtua në 97 vota. Kutit e fundit që do të hapen janë ato të Rogozhinës dhe më pas të Kavajës, bashki ku Ilir Meta dyshon se janë trafikuar vota, por që rinumërimi po tregon të kundërtën. Ati i kanë kaluar vota padrejtësisht, të cilat Kasja Hoqi. Ky është Top Channel. SPAK shpalli pretencën për 8 pandehurit e dosjes sterilizimi. Në total, prokuroria e posaçme kërkoi 36 vite e 6 muaj burg, ndërsa 2 dënimet më të rënda i kërkoi për ish zëvendës ministrin Klodian Rjepaj dhe biznesmenin që fitoi tenderin Ilir Rapaj. Ndërkohë, vazhdon gjykimi i veçuar për Ilir Beqaj. SPAK kërkoi dënimin me 10 vite burgim të ish zëvendës ministrit të shëndetësisë Klodian Rjepaj, të cilin e akuzon për 3 krime më rënda. Ajo e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal, grup kriminal në koncesionin e sterilizimit dhe falsifikim dokumentash. Ashtu si edhe për 7 akuzuarit e tjerë të kësaj çështjeje. I dyshuari Rjepaj, nëse gjendet fajtor nga gjykata antikorrupsion, sikurse sugjeroi prokurori, duhet të përfitojë nga gjykimi i shkurtuar, që do të thotë se dënimi sipas SPAK-ut duhet i zbresë në 6